Përshëndetje miq të dashur të emisionit Gjurmët, neve po takohemi përsëri këtë të hënë për ta nisur javën me një temë tjetër. Do të ndalemi sot tek edukimi special, ndonëse gati në secilën familje, për gjatë kohës neve kemi rritur fëmijë që janë zhvilluar me ritme të ndryshme, shpeshherë neve kemi frikë ta diskutojmë këtë fenomen, ndoshta prej asaj se sa paragjykohet nga rrethi, sa i stigmatizuar është kjo si problematik, nga ajo që do të thonë të tjerët, frikë nga mënyra se si shoqëria integron fëmijët tanë, frikë nga keq trajtimi edhe nga diskriminimi. Mirë po ndër të tjera, neve si shoqëri shpeshherë kemi shumë dëshirë të pretendojmë se kemi një natyrë inkluzive, por sa realisht qëndron kjo. Sa neve si shoqëri e kuptojmë se të paturit fëmijë ndryshe që zhvillohet ndryshe, të paturit probleme në komunikim, në zënje, në perceptim, në zhvillim në tërësi është krejtësisht normale. Krejt çka duhet është që secili prej nesh të merr hapa konkret, prindërit të vedisohen dhe të marrin hapat e parë që të mundsojnë fëmijëve të tyre zhvillim adekuat. E kjo bëhet në përqendrat e zhvillimit. Pikërisht për këtë temë, neve sot do të flasim për edukimin special, që është një proces i shumëfishtë dhe kompleks që jo të gjithë jemi të mirë informuar mbi këtë temë. Sot do të flasim kam kënaqësi shumë të veçantë që kam sot në studio Blerta Çamili Alili, që është edukatore speciale, që një herazi punon edhe në një shkollë si defektologe dhe gjithashtu ligjeron edhe në Universitetin e Tetovës në Fakultetin Pedagogjik. Kënaqësi Blerta, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit për ftesën, kënaqësia është imja. Blerta, dua ta nis me atë që sa ende ekziston ajo stigma për prindërit tanë që kanë fëmijë që po zhvillohen ndryshe, ka ndryshuar ky perceptim ndër vite, a janë njerëzit më të vedisuar dhe a janë këto fëmijë më të pranuar në shoqërinë tonë? Ta fillojmë një herë me faktin çfarë nënkuptojmë ne me fëmijë me nevoja të veçanta. Jo gjithmonë është nevojë e veçantë ajo çfarë ne perceptojmë si të tillë. Tani fëmijët, në përgjithësi, ta themi 90% i fëmijëve kanë një lloj zhvillimi të ndryshe. Dhe këtë zhvillim ndryshe, të cilin ne jemi mësuar ndër breza ta shohëm si të ndryshëm, është bërë më se normal, por ende quhet si fëmijë me nevoja të veçanta. Në çdo klasë, në çdo shkollë, mund të themi se është një përqindje e madhe e fëmijës i cili percepton ndryshe mënyrën e të nxënurit, ndryshe komunikimin e ka, çdo fëmijë është ndryshe. Tani, nuk mund të themi që janë fëmijë të cilët ne do t'i grupojmë dhe do t'i ndajmë fëmijë me nevojë të veçantë dhe fëmijë me zhvillim tipik. Nuk do të ishte as e hishme që ta bënim këtë. Mirë po, normalisht që fëmijët me nevoja të veçanta kanë ekzistuar që në kohë. Vetëm se qasja ose diagnostifikimi, njerëz të specializuar për këtë fushë nuk kanë ekzistuar. Prandaj është të quajtur si një numër më i vogël, por realisht numri ka qenë po i njëjtë si është edhe tani, nuk është që ka ndryshuar më shumë. Por tani kemi qasje pak më pozitive. Vetëdijsimi i prindërve mbaret nga shumë faktorë. Faktorët primar janë rrethi ku jeton dhe ku vepron vetë prindi, dhe zhvillimi i tij profesional arsimor që e posedon prindi. Kemi shumë prind të cilët paraprakisht kanë lexuar, kanë pak informata, kanë ndjek emisione, të cilat me do e mos do doja t'i potencoja që janë shumë të rëndësishme, të shpalosen emisione të këtilla ku përmenden nxënësit, fëmijët me nevoja të veçanta, individët me ndonjë zhvillim ndryshe nga zhvillimet tipike. Kanë ndjek emisione dhe kur kanë ndodhur vështirësia, është paraqit problematika, kanë qenë vetë se të gatshëm psiqikisht. Por, a e pranojnë? Jo gjithmonë ndodh pranimi prej në fillim. Njëherë kemi ende barierë me prindrit vetë ta pranojnë faktin, pa ndiku rrethi social, vetë të pranojnë faktin që fëmia ka një nevojë ndryshe, një nevojë më të veçantë se sa fëmijët të tjerë për zhvillim të mëtejshëm, dhe më pas të ballafaqohet me rrethin social. Përderisa ne vetë nuk e pranojmë, normalisht që edhe ndikimin do jetë pak më i madh nga rrethi social. Në shumë vende nuk është më fëmia me zhvillim ndryshe, nuk quhet si diçka wow për shumë vende. Mirë po, e keqja është se tani i stigmatizojmë më ndryshe. Kanë fillu tani çdo kush e shpreh një diagnozë, çdo kush domethënë kanë lexuar 2-3 fakte edhe mendojnë që po, diagnostifikojnë sa e kanë parë një fëmijë që ndoshta në moment është në fazën e zhvillimit normal, që është tantrum faza, i themi ne, është faza që përplaset në mes marketit, fëmia kur dëshiron diçka të marrë, dhe kjo është pjesë e një zhvillimit normal. Dhe ne gëzohemi kur shohim që fëmia e posedon
këtë pjesë të zhvillimit. Ajo pastaj me kohën evitohet, tërhiqet dhe zhduket. Por, rrethi nëse e sheh këtë shprehje të pa informuar, duke mos e ditë profesionin, duke mos e ditë që është pjesë normale e zhvillimit, e etiketojnë fëmijën si me spektër të autizmit ose me ADHD dhe me çrregullime të tjera. Do me thënë, i pranojmë, por edhe i etiketojmë. Tani kemi të dyja rrethanat. Është mirë që në moment që ne marrim informacion që një prind ka një fëmijë me zhvillim ndryshe, t'i japim përkrahje maksimale, jo duke etiketuar, jo duke e diagnostifikuar fëmijën, sepse nuk kemi kompetent çdo kush në qytet, market, në një eveniment familjar ta diagnostifikohet fëmijën, po ta përkrahim që të ecë në rrugë të drejtë. Të paktën t'i japim prindrit mundësi, aq sa kemi informacion që e dim që ekziston një vend që ti mundet që është fëmijën tënd për diagnostifikim, për trajtim e për tjera e tjera. Nuk jemi shumë të painformuar, mund ta them si ka fillu ligji për arsimin inkluziv, si ka fillu të ketë drejtime universitare të cilat merren me fëmijët me nevoja të veçanta, si ka fillu të dalin gjeneratat e edukatorëve special të cilët janë të vendosur vetë nga katedra jonë, nga katedra edukimit special, ne kemi shumë edukatorë special që janë të vendosur në përshkolla të rregullta, kanë hap qendra për trajtim të fëmijëve me nevoja të veçanta, e shoh që ka një sinjal pozitiv, po shohim një dritë në fund të tunelit të them, që është po shkon nga e mira situata, por ende jemi në fazën tranzicionale dhe mendoj që ende kemi edhe shumë punë. Si për prindrit, ashtu edhe për rrethin social. Ndoshta them ndonjëherë me mënyra se si mundohemi që të informojmë familjarët, të informojmë miqt, shokët tanë, qytetin ku jetojmë, ndoshta nuk është qasja shumë e duhur, por shpresojmë që të bim një ditë në atë vijën e duhur dhe fëmija me nevoja të veçanta mos jetë diçka që ne habitemi dhe të mos jetë diçka që shoqëria nuk do e pranojë. Blerta, më thua se këto raste kanë ekzistuar përgjatë historisë, ka pasur raste, numri i rasteve thua se është i njëjtë. Mirë po shoh nga përvoja ime, nga ajo që kam parë, që në shumicën e rasteve fëmijët, sidomos të kohës së tashme, viteve të fundit, sidomos në komunikim, kanë ngjecje, nisin të flasin shumë vonë, kanë ndikim disa faktorë që tashme janë bërë shumë të përditshëm, për shembull qëndrimin përballë ekraneve. Mund të themi se ka një rritje të numrit nga ky aspekt. Tani, ekranet në fakt nuk është që e ndalojnë zhvillimin, por japin konotacion tjetër zhvillimit. Me thënë, fëmijët të ekranizuar, ashtu në gjuhën e profesionalit tonë, ne u themi fëmijët e ekranizuar, fëmijëve të cilët kanë një shkëputje nga realiteti social, ose kanë një shkëputje nga zhvillimi tipik të asaj norme që ne e quajmë normale, që i kanë caktu standardet e personit normal, i bëjnë në një mënyrë ndryshe. Nuk po themi që nuk është indikator zhvillimi. Mirë po ka dhe gjëra të tjera të cilat kanë ndikuar në çrregullime të zhvillimit. Duke u nis nga fakti i ushqyerjes, domethënë keq ushqyerja e nënave gjatë kohës së shtatzanisë, dihet që tani shumica ushqimeve tona janë me pesticide, me hormone dhe nuk janë atë shumë të shëndetshme. Shumë pak nëna gjatë shtatzanisë hanë ushqime të shëndetshme. Ka shumë nëna të cilat ende kanë sfidë kontrollat e rregullta ginekologjike, kanë ende sfidë të marrin terapi nëse kanë infeksione të ndryshme gjatë kohës së shtatzanisë, ose ajo bot kuptimi, ndoshta dhe mentaliteti i tillë që është normale, mos u bën me rak, të gjithë kemi pat infeksione të tilla, po një infeksion që mund të duket si normal, në fakt mund të jetë mund të lejë pasoja të mëdha të fetusi, i cili ja ngadalson zhvillimin e trurit dhe më pas i shohim ne pasojat pas lindjes. Jetesa në një ambient me toksina, i rrethuar me tym nga oxhaçe të ndryshme, edhe kjo është një ndër faktorët, dhe më pas kalojmë te pjesa si ushqehet fëmia dhe si edukohet. Kur të gjitha këto tjerat i eliminojmë, atëherë në fund na vije fakti që vërtet fëmijët për fat të keq nuk e kanë atë fëmirin që e kishim ne dikur. Do me thënë, ato lojra që ne i kemi bërë që pa vetë dijen tonë,
Ne thjesht kemi lujt, kemi pat lojën me hapa dollapa, si i themi, imi fsheh dikundi, dhe nuk e kemi di që kjo është një lojë shumë e mirë për të perceptuar largimit, për të kontrolluar emocionet, kemi bë vrapim, kemi lujt lojra të ndryshme, imaginative, kemi kriju nga gjethet të holla, për shembull nga balta bënim torte, bënim kuzhinjeren, luanim role si kur ishim unë nëna, dikush fëmija ime, që janë shkollë, bëhesha mësuse, bëhesha mjeke. Do me thënë, të gjitha këto janë aktivitete të cilat na kanë ndihmuar shumë që ne të zhvillojmë imagjinatën. Dhe ajo imagjinata pastaj na ka sjell këtu ku jemi sot. Ndërsa fëmijët tani e kanë të pamundur lojën me shoqërinë, mund të them që lojrat imagjinative, lojra praktike, më janë në zhdukje, shumë pak fëmijë luajnë lojrat të tilla, lojrat e vetme janë telefoni. Dhe çfarë kemi në telefon kemi fotografi të shumta të cilat lëvizin me shpejtësi dhe krijojnë një video imazh. Kjo është ajo çfarë shohin fëmijët. Në moment që e shohin këtë video imazh, ato fillojnë të perceptojnë botën në të njëjtën mënyrë. Ato presin që edhe në shkollë mësimdhënësit në të njëjtën mënyrë t'ia paraqesin njësinë mësimore, sepse mënyra teorike të shpjeguarit nuk e bën përshtypje, nuk e kupton, se nuk e ka pjesën që e kishim ne, që e kishim imagjinatën dhe ne, kur mësimdhënësi na folte për, supozojmë që këtu kishte një moll dhe shoku më dha edhe 2 molla tjera, kjo është pyetje imagjinative, domethënë logjike. Po, ne kemi pat këtë, sepse kemi ushtruar në shtëpi, kemi bërë lojra të tilla që na kanë ndihmuar këtë aspekt. Tani fëmijët janë praktik, ato duan diçka konkrete. Dhe kanë ndiku, nuk them që s'kan ndiku, teknologjia ka ndiku jashtëmase në mënyrën se si janë zhvilluar fëmijët, jo domosdoshmërisht them që është e para dhe kryesorja për ngesje në zhvillim, por për çrregullim dhe mënyrë ndryshe të perceptuarit të jetës, ajo është fajtori numër 1. Do t'ishte mirë, sepse nuk mund t'a shkëputim, tani t'jemi të sinqertë, është koha teknologjisë. Është pjesë e jona. Po, është pjesë e jona. Tani nuk mund t'a shkëputish fëmijën totalisht nga teknologjia, po të ketë një kontroll të kohës, do t'ishte mëse e nevojshme. Të them të drejtën, ndonjëherë mendoj që edhe të moshuarit janë fiksuar, janë apasionuar shumë pas telefonave, vazhdimisht janë scrolling duke pa video të shkurtra. Edhe është diçka kriteri për to që ndikon gati se në të njëjtën mënyrë. Kur ka arritë një 55 vjeçar, 60 vjeçar të ndikoj atë shumë teknologjia, mund ta paramendosh të një tru i ri taze që sapo ka fillu të thithë material, se sa shumë do ndikonte teknologjia, televizori, telefoni dhe çdo lloj tjetër mjet teknologjik. Blerta, dua të di, sepse, informacionin e kemi afër, tash është më e lehtë se kur të kuptojmë se si mund të veprojmë kur e shohim që fëmia tregon shenjat e para që ka zhvillim pak më ndryshe. Çfarë e dallon edukimin special nga edukimi i zakonshëm? Çka bën një edukatore speciale? Atëherë, roli i edukatorit special është pak inovativ për ne, për Republikën e Maqedonisë, po flas konkretisht për rajonin e Pollogut, si duket pak jemi të jo informuar rreth kësaj pjese. Edukatori special, ose një edukator special dhe rehabilitatori diplomuar, asnjëherë nuk zëvendëson një mësimdhënës. Puna e edukatorit special është diagnostifikimi dhe trajtimi i nxënësve të cilët shfaqin zhvillim ndryshe, të cilët kanë nevojë për përkrahje në zhvillim dhe normalisht krijon plan pune strategjik për punë me fëmijët me nevoja të veçanta, si duhet punohet, në cilën fushë duhet të ndërhyhet dhe me cilat metoda do të ndërhyhet. Në edukatori special është vendpozitën e punës e ka në vende të ndryshme. Kemi edukator special që qëndron në spital, që punojnë për ente në Shkup, kemi edukator special në shkollë, edhe kemi edukator special në për qendra për trajtim. Edukatorët special të cilët janë në qendrat në spital, më thënë tek enti për shëndetin mental, tek enti për të folurit dhe gjuhën që janë në Shkup, zakonisht të bëjnë vlerësim, vetëm vlerësim të dëmtimit, ose të vështirësisë, ose të problematikës. Tjetër, nga ai institucion, kalojmë në institucion tjetër, që është Komisioni Ndërkombëtar i Mbatjes së Funksionalitetit, në të cilën atje edukatori special i tregon potencialin e ruajtur të fëmijës. Do të thënë, anën e vështirë kuptojmë nga enti për shëndetin mental, ndërsa nga Komisioni Ndërkombëtar për Mbatje të Funksionalitetit e marrim anën e fortë me cilën anë mund të punojmë
ne si edukator special. Në shkolla, edukatori special merret vetëm me nxënësit të cilët kanë vështirësi në mësim, çrregullime zhvillimore dhe ndonjë lloj të vështirësisë, duke punuar si bashkëpunëtor profesional, i cili krijon timin inkluziv të shkollës, krijon tim inkluziv për nxënësin, për secilin nxënës veçmas, dhe edukatori special është pjesë e secilit prej timit të nxënësve, dhe bën një plan individual arsimor në bashkëpunim me mësimdhënësin e lëndës, një plan individual arsimor për punë me fëmijë me nevoja të veçanta. Është plani i njëjtë, të cilën e posedojnë të gjithë nxënësit, por strategjit i ulin në bazë të nevojës që ka fëmia. Adapton kushtet në shkollë, mjetet e nevojshme, gjithçka tjetër çfarë duhet për arsimim të rregullt të fëmijëve me nevoja të veçanta është edukatori special. Ndërsa në për qendrat private për trajtim ose qendrat individuale ku ka punë individuale, varësisht prej qendrës, normalisht çfarë ofrojnë kushtet që i ofron qendra, edukatori special merret me punë individuale në detektim, përpilim të planit, punës, ndërhyrjes të hershme, është patjetër, dhe pastaj varësisht terapi okupative, ABA terapi, PEX, çfarë do lloj nevoje që ka fëmia, ai punon në bazë të nevojës që ka fëmia. Blerta, para se të vazhdojmë diskutimin toneve, do të shkëputemi shumë shkurt për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi përsëri në studio. U rikthyem përsëri në studio për të vazhduar me diskutimin ton mbi edukimin special. Blerta, dua të di, a mund të paracaktojmë disa shenja të para që ndoshta mund të na tregojnë se një fëmijë mund të ketë vonesa në zhvillim? Po, është e mundur dhe besoj shumë prind të cilët kanë nevojë dhe duan të dinë, është e lehtë qasja si informacion. Nuk po themi që ne përkufizojmë zhvillimin e fëmijës. Çdo fëmijë ka tempon e vet të zhvillimit dhe mënyrën e vet të zhvillimit. Kjo është evidente. Mirë po, për çdo lloj gjëje të zhvillimit i kemi dhënë një hapësirë kohore. Për shembull, flasim fëmia i sapo lindur ka reflekse. Okej që prindërit reflekset është vështirë ti mund t'i kontrollojnë vetë. Aty është mjeku neonatolog, pediatri i cili do të merret me këtë pjesën, për të cilët do të kisha potencuar që të kenë shumë kujdes dhe sinqerisht i kontrollojnë pacientët e tyre për reflekset, sepse ajo është sinjali i parë që na jep në qoftë se fëmia ka ndonjë vonesë në zhvillim kur është në muajt e parë të jetës së tij. Më pas, kalon një periudhë në të cilën mendohet të paktën deri në 7 muaj, kur fëmia duhet filloj të ri ulur, të qëndroj, të kthehet kokën, të kërkoj objekte me sy, të kërkoj të marrë diçka, të vendoj shfaza orale, të filloj të shijoj gjësende që i prek. Pastaj i jepet një periudhë kohore deri në 9 muaj që fëmia të filloj të ecë këmbaduar, në qoftë se prindrit nuk e praktikojnë si proces, i themi ne timid time, që të shtrihet në bark ose të vendohet me qebe poshtë në dysheme, atëherë është në ato ndimëset për ecje që janë me rrota, atëherë fillon të ecë pak më përpara dhe bën pak skip pjesën e zhagitjes të cilën, ose ecjes këmbadorës të cilën do kisha potencuar që prindrit ta mundsojnë fëmia të ecë këmbadora, sepse vërtet është një zhvillim goxha ndihmues në zhvillimin e motorikës së madhe. Dhe diku deri në 18 muaj pritet që fëmia t'i bën hapat vetë. Më thënë fillon të eci vetë. Bablink faza, duhet ketë kujdes prindin në 6 muaj, duhet të di që fëmia duhet filloj të thotë baga, da, ketë ato britmat e veta. Dhe të paktën deri në 1 vjet të ketë një 10 fjalë të cilat ndoshta nuk janë të theksuara mirë, por megjithatë emërtojnë diçka konkrete. Pastaj ka momente në të cilat ju jepni urdhra fëmijës, që është normale, për shembull afro mamamit gotën, ose të lutem mami mbyllë derën, dhe fëmia nuk është që ka ende të folurit, por është i aftë të perceptoj që duhet shkojë te dera dhe ta mbyllë derën. Janë detaje të vogla të cilat prindri mund t'i vërejë që fëmia nuk i realizon në periudhën kur duhet t'i bëje. Sa i vërejnë prindrit këto gjëra. Tani ndonjëherë të them të drejtën, për fat keq, prindrit janë si mbyllur.
Jo sepse duan, po nga që emocionet përzihen me realitetin dhe nuk duan të pranojnë. Është shumë herë e përmendur që fëmijët të paktën deri në 2 vjet duhet të kenë minimalisht 25 fjalë me kuptim. Dhe në qoftë se ju si prind tani nuk po them që të merrni fletore dhe të shënoni fjalë për fjale, por të paktën e shihni që përdor minimalisht një 10 fjalë deri në cilën moshë? Deri në moshën 2 vjeçare minimalisht duhet të ketë 25 deri në 50 fjalë me kuptim. Që do të thotë got, mami, du ujë, mami, papa, për shembull, të lidh 2 fjalë të bëjnë një fjali të paktën, deri në 2 vjet. Dhe nëse fëmia ka arrit moshën 2 vjeçare dhe ende nuk ka asnjë lloj artikulimi, atëherë automatikisht na jepet sinjal që fëmia ka një lloj vështirësie në zhvillim, që mund të jetë ndoshta vetëm e folurit, për shembull, mund të jetë perceptimi i fjalëve, sepse fëmia dëgjon fjalën, po nuk e percepton si që duhet dhe nuk din si ta shprehi, po ka vokabular. Duhet ta shohim nga ecja, nga faza e bablingut, nga e folura, nga aspekti psiqik dhe logjik i funksionalitetit të fëmijës. Këto janë disa detaje që mendoj të them të drejtën nuk të duhet gratë shkencore për t'i kuptuar, sepse zonjat, nanat tona, gjyshet tona vet e kanë vërejt se diçka nuk shkon në rregull me zhvillimin e fëmijës duke u marrë nga përvojat paraprake. Çdo kush prej neve kemi një familjar të këtë tjetër që nuk them t'i krahasojmë, sepse çdo fëmijë i tham që zhvillohet në mënyrë ndryshe, por diferenca vërehet. Kështu që ka sinjale, këto janë pak mund të them disa nga sinjalet që ka dhe më shumë, por fakti që ju e thërisni, nuk ju kthen kokën, nuk i bën përshtypje nëse prindët janë në dhomë dhe largohen, nuk largohet për njerëzve të panjohur, edhe pse kjo mund të duket si mungesë edukate në disa vende ku mentaliteti është pak problematik, por realisht është një pjesë normale e zhvillimit që fëmia të ketë frikë nga njerëzit e panjohur, nga një ambient i panjohur, nga mjeku, fillon qaje, fëmijët që kanë vështirësi ose kanë çrregullim në zhvillimin social, emocional, zakonisht nuk ndjejnë asnjë lloj frike nëse mami largohet nga dhoma, ose nuk kanë reagim nëse takojnë mjekun, ose reagojnë jashtëmase ndaj njerëzve të cilët i takojnë çdo ditë. Domethënë, janë disa finesa, disa detaje që prindi është mirë t'i vëreje, por në qoftë se të themi është e pamundur si prind t'i vëreje këto detaje, aty janë edukatorët special dhe është mirë konsulta me edukatorin special të parin që ju ofrohet në lagjen tuaj, në vendbanimin tuaj, asgjë nuk kushton një konsult. Fundja mund të jetë edhe konsult online, ka konsulta pa pagesë, më mirë është pyesim në kohë, sepse sa më herët që pyetim, sa më herët që ne interesohemi dhe detektojmë që fëmia jone ka një lloj çalimi në zhvillimin e tij, aq më e lehtë dhe aq më e mirë është rikuperimi ose rehabilitimi i atij problemi. Sigurisht është shumë e rëndësishme fillimisht të pranohet nga prindërit, më pas edhe të merren hapat. Dua të di nëse një fëmijë vjen tek ju, si vendosen objektivat edhe më pas si matet progresi. Atëherë, çdo edukator special ka një mënyrë të tij të vlerësimit. Mirë po, paraprakisht ne bazohemi në bazë të vlerësimit që është dhënë nga shëndeti mental, nga Instituti për Shëndet Mental, ose nga Enti për Zhvillimin e të Folurit, Dëgjues dhe Dëgjimit, dhe më pas nga Komisioni Ndërkombëtar i Mbajtjes së Funksionalitetit. Domethënë, fillimisht ne nisim dokumentacionet paraprake. Puna e parë që bëhet është të marrim anemnezë. Fillojmë nga anemneza familjare, marrim nënën në anemnezë dhe anemnezën personale të vetë fëmijës, nëse fëmija është në gjendje të na japë përgjigje. Esenca e anemnezës është që ne të mbledhim sa më shumë informata të disa gjërave që ndoshta prindin mendon që nuk janë të rëndësishme për çrregullimin që ka sjell zhvillimi.
duke nisur nga rrjedhoja e shtatzanisë, nga momenti i lindjes dhe metodat e lindjes, metoda e ushqyerjes dhe gjithat pjesën që përmenda në fillim që është e rëndësishme për zhvillimin e fëmijës. Domethënë ne e pyetim në cilin muaj ka filluar të ecë, në cilin muaj ka shkuar këmbadorës, kur e tha fjalën e parë, sa ishin fjalët, cila ishte fjala etj. Domethënë marrim anemnezë një herë nga vetë prindi, më pas marrim anemnezën nga fëmia. Duke patur dokumentacionet më përparshme dhe anemnezën që kemi marrë, për shembull, kjo është individuale, mund të përdorim VB-MAP, është një program i certifikuar i cili ndihmon edukatorët special të shohin nivelin e zhvillimit të fëmijës dhe të arritjet që presin ato nga vetë fëmia. Në bazë të rezultateve të testit që t'jep VB-MAP-i, ose në një mënyrë tjetër e testimin që kanë edukatorët special që përdorim, varësisht kjo është individuale, po të gjitha janë të standardizume dhe nuk ekziston një metodë keqe e vlerësimit të them. Ne krijojmë një plan, edukatori special krijon një plan pune individuale që është vetëm për fëmijën për të cilin kemi bërë vlerësim. I njëjti plan nuk vlen për asnjë fëmijë tjetër, sepse një vështirësi që ka një fëmijë nuk e paraqet edhe fëmia tjetër. Dhe kështu mbajmë seancat individuale dhe pas një kohe ripërsëritim testin, për shembull VB-MAP, vlerësimin e përsërisim prap dhe shohim në cilin stat kemi arrit. Në shumicën e rasteve mundohemi edhe prindrit t'i kyçim në platformën të cilën ne e përdorim, me qëllim që sepse në çdo platformë vlerësimi ekziston edhe sektori për prind, që edhe prindi vetë ta vlerësojë fëmijën dhe prindi vetë ta vlerësojë procesin të cilin ne po e bëjmë. Dhe i kyçim edhe prindrit pastaj e shohim progresin ose zhvillimin e fëmijës, ku janë ngecjet më të mëdha, cila ka nevojë për më shumë përkrahje dhe në këtë mënyrë realizojmë punën individuale ose terapinë e rehabilitimit të fëmijëve me çrregullimin e zhvillimit. Blerta, dua të di si shkon një ditë e zakonshme kur në një qendër për zhvillim. E përmenda edhe më herët që janë shumë të rëndësishme ato lojrat për fëmijët, besoj që edhe inkorporoni në trajtimet tuaja. Si shkon një ditë, ka aktivitete të përbashkëta apo janë individuale, si janë edhe nëse mundet regjia të na shoqëron edhe me pamjet që i kemi marrë nga Blerta gjatë punës së saj. Atëherë, terapia është zakonisht individuale, po kjo normalisht që mbaret prej vështirësisë të cilën e paraqet fëmia. Nuk është që mundesh t'i bësh bashk 3-4 vështirësi dhe t'i bësh në punë grupore. Pjesën grupore, ato e kalojnë në qerdhe, në shkollë, kudo që janë të vendosur, në familje, etj. Ajo është pjesa grupore e punës. Zakonisht, tani kjo është shumë personale, unë kam vendosur të punoj vetëm në mënyrë individuale me fëmijët, jo në mënyrë grupore. Dita është shumë dinamike, është shumë e ndryshme, nga fëmija në fëmijë dhe nga dita në ditë nuk është e njëjta. Ndonjëherë kemi patë rezultatet mahnitse sa jemi gëzuar dhe kemi qenë nga gëzimi, ndonjëherë kemi patë edhe regres të madh në zhvillim ose në terapi, sa që është dashur të rifillojmë prej fillimit për të pasur çfarë e pengon fëmijën që të vazhdojë më tutje, pse kthehet mbrapa, ecim një hap para dhe dy hapa mbrapa. Nuk ekziston askund një terapi perfekte, ta them. Dinamika e punës është e vështirë, është dinamik e madhe, e cila vazhdimisht ndryshon, intensiteti është i ndryshëm. Nisim ditën, për shembull, çdo ditë kemi fëmijë të ndryshëm, në çdo orë është një punë tjetër. Dhe sapo ke planifikuar ndonjëherë sot do të bëj për shembull njohjen e ngjyrave, supozojmë, automatikisht nga ajo do duhet dalësh diku tjetër, sepse fëmia aty ka ardhur me një energji tjetër, aty fëmia ka ardhur me një dëshirë për të prek kafshët, për t'i gjurmu kafshët, edhe ti pjesën e ngjyrave do e lësh, do marrish kafshët dhe do merreni me kafshët atë ditë. Domethënë, ne e bëjmë një strukturë të them të drejtën, të planit që do punojmë, mirë po udhëheqjen e asaj e bëjmë bashkë me fëmijën. Me që merremi me fëmijë në mënyrë individuale, normalisht, që ne ja lëm hapësirën edhe fëmia të ndikojë në atë se çfarë don të mëson.
nuk mundet ta detyrosh fëmijën të të mësoj diçka që nuk e tërheq në moment. Edhe ne jo gjithmonë jemi të disponum për punën që e bojmë ose për aktivitetin që na jepet, por ne thjesht kemi koshiencën dhe na adaptohemi, ta them, prej vështirësive. Ndërsa fëmijët nuk do donim që t'i detyronim ta bonin këtë. Prandaj u japim hapësirë që edhe ato të ndihmojnë në përpilimin e planit. E shohim cilat janë interesat, edhe duke i mundësu të ketë ato që i interesojnë fëmijës më shumë, i japim edhe mësimin e asaj që duhet realisht ai ta dije. Dua të di si mbështet edukimi special fëmijët që përgatiten më pas për shkolla dhe kanë vështirësi në të nxënit në shkollë. E di se je dhe defektologe dhe e sheh procesin edhe nga ana tjetër. Po, atëherë për fat të keq, Republika e Maqedonisë përveç se në papirografia ende nuk e ka të vendosur ligjin për inkluzionin në qerdhe ose në institucionet parashkollore. Prandaj kjo na ka bërë një vend në të cilin ne hasim shumë problem me fëmijët të cilët kyqen në shkollë ose me nxënësit e klasave para. Përqindja e nxënësve të cilët paraqesin vështirësi është shumë e madhe. Ne kërkojmë vazhdimisht dhe vazhdimisht kemi apeluar tek prindrit që duhet të bëjnë një vlerësim të fëmijës nëse fëmija është i gatshëm psiqikisht dhe fizikisht për të kyçur në sistem të rregullt arsimor. Duke ditur që tani mosha në të cilën fëmijët kyçen në shkollë është shumë e vogël, fëmijët janë 5 vjeç gjysmë 6, dhe në bazë të edukatorëve special ende grafomotorika nuk është e zhvilluar, ende fëmija nuk i ka da emocionet nga fiziku, janë disa pjesë që ende fëmija nuk i ka zhvilluar, klasa e parë është një sfidë e madhe e fëmijëve. Edukatorët special janë pikërisht pjesë që japin shumë mbështetje një fëmijë i cili duhet të hyjë në shkollë. Në çfarë aspekti? Përveç faktit që ne detektojmë dhe vlerësojmë më herët vështirësitë e fëmijëve, sepse ne mundemi të testojmë dhe të vlerësojmë vështirësitë e fëmijëve prej momentit të lindjes e deri në moshën 6 vjeçare, me testet që i kemi të standardizuara. Përveç asaj, ka shumë metoda dhe teknika të cilët edukatorët special i përdorin për të ndihmuar në zhvillimin motorik, të motorikës e madhe njëherë që është primare, sepse pa fillu të zhvillohet motorika e madhe nuk mund të shkojmë të motorika fine, sepse grafomotorika është e fundit aftësi e cila e përveçon fëmija, dhe për këtë duhet të presim moshën 7 vjeçare. I ndihmon me terapi që fëmija të zhvillohet në mënyrë proporcionale me moshën, pse jo edhe pak shtytje për më shumë. Të takosh një edukator special ose ta çosh fëmijën në një edukator special para se të fëmija të fillojë në shkollë, veç se i ke dhënë krahun e parë të ndihmës. Edukatorët special posedojnë mjete specifike të cilat e ndihmojnë fëmijën për mbajtjen e lapsit. Edukatori special e di saktësisht pozicionin se si duhet të qëndrojë fëmija kur shkruan, me qëllim që të mos krijojë presion mbi bryllin dhe mos ketë dhimbje të krahut dhe dorës dhe pastaj të evitoj shkrimin dhe të evitoj detyrat në klasë, sepse një ndër problemet më madhore është kjo. Fëmijët shtrëngojnë lapsin të mase, nuk e mbajnë në mënyrë korekte dhe prej asaj fëmija eviton të bëjë detyrat në klasë. Gjithashtu, edukatorët special njohin teknikat dhe metodat e terapisë okupative që ndihmon fëmijën të krijoj baraspesh, të krijoj vetbesim, të zhvilloj motorikën e madhe, motorikën fine, koncentrimin, të kontrolloj emocionet e veta, e cila është sfidë për të gjithë fëmijët. Nuk po them vetëm për fëmijët me çrregullime në zhvillim, po edhe fëmijët me zhvillim tipik, kohëve të fundit, normalisht nga dinamika e jetës, kanë vështirësi që t'i kontrollojnë emocionet. Këshilla e ime është që çdo prind që jepet mundësia, që sheh se fëmia vërtet ka nevojë për një ndihmës pak më të madhe, ti referohet një edukatori special. Por gjithashtu, nuk po them vetëm për fëmijët me çrregullim në zhvillim, edhe fëmijët e talentuar kanë nevojë për një edukator special. Ne nëpër shkolla, nëpër institucione ku punojmë merremi edhe me fëmijët e talentuar, sepse edhe ato paraqesin një nevojë të veçantë, një nevojë ndryshe, që duhet një qasje tjetër nga stafi akademik që punon me fëmijën. Pjesa e motorikës, pjesa e logjikës, pjesa e aftësive njohëse që duhet t'i di fëmija, t'i njohë objektet
të njoh kafshët, njoh pemët, perimet, ngjyrat, që mund për shumicën të duken si sende banale, primare, por për fëmijën janë kushtojnë shumë, sepse është pjesa e parë që duhet për të kyçur në sistem të rregullt arsimor, edukatori special mund t'i ndihmojë fëmijës t'i përvecojë në mënyrë më të lehtë. Prandaj është mirë që çdo kush që ka mundësi të konsultohet dhe të kontaktojë një edukator special, sidomos para se të futë fëmijën në klasë të parë, për të parë nëse pjekuria e motorikës së fëmijës, aftësitë kognitive janë në përputhshmëri me moshën e tij. Dua të di pak më shumë edhe për procesin pas fillimit në përshkolla. Di se ligjërisht duhet të ketë defektolog në secilin shkollë, qoftë fillore të mesme, mirë po sa realisht punohet nga ana e defektologëve, sa i kanë kushtet adekuate për të kryer punën e tyre si duhet në përshkolla? Tani, të them të drejtën, kjo pjesë është pjesë e inkluzionit. Inkluzioni është një procedurë e cila do donte jo një emision, një 100 emisione si kjo për t'i biseduar. Kur është venduar inkluzioni ose gjithë përfshirja e fëmijëve në sistem të rregullt arsimor, është venduar është servuar si një pjatë e shpejtë, si një fast food. Si që ndodhë me shumë procese këtu? Si që ndodhë, po. Dhe kjo, dokumente, papirografi, trajnime, etjere. Nuk mbaron punë një trajnim për një staf të tërë. Momentin që fëmija, për shembull, tani ligji i ri, çdo fëmijë, pavarësisht parasysh nivelit të dëmtimit që e ka, ose çrregullimit në zhvillim që e ka, nevojës së veçantë që ai e ka, përket në sistem të rregullt arsimor. Deri këtu ne jemi dakord me këtë pjesë. Mirë po, lind pyetja, çfarë ndodh kur ato fëmijë vinë në shkollë? Shkollat, institucionet e ne, shumica e institucioneve në rajonin e Pollogut janë më shumë se, duken që në pamje të parë që nuk kanë përgatitje vizuele njëherë për t'i pritë fëmijët. Dhe nuk kanë laramani ngjyrash, nuk ka aktivitete të cilat i ndihmojnë fëmijës në prerje, ngjitje, etjera. Është një material, bruto material i thatë. Objekti i shkollës nuk është i përgatitur, stafi nuk është i përgatitur, as pak, edukatorët special vazhdojnë të mungojnë nëpër shkolla ende, edhe nëse nuk ekziston funksionimi i tyre, në esencë nuk ekziston timi inkluziv i shkollës, ekziston në letër, por nuk bën punë praktike. Po, edhe tani fëmijët kanë betë në huti. I vendojmë në shkollë të rregullt, ama nga ana tjetër nuk i u bëjmë kushtet. Këtë më mirë do ta quaja si një emet e ligjit e cila para se të pjek kushtet, para se të formoj staf të profesionalizuar për punë me fëmijë me nevoja të veçanta, e vendoi ligjin dhe i solli fëmijët. Tani çfarë bëm ne? Ne e morëm fëmijën nga një qendër individuale e cila ku fëmija qëndronte 8 orë mësimore, por qëndronte me mjek, motër medicinale, ishte me edukator special, me psikolog, po, do me thënë, me kushte adekuate për atë fëmijë nga një shkolla e prumë në një shkollë të zymë, të erë, të lyer me ngjyrë gjelbër sikur të ishte spital, edhe pa asnjë mjet didaktik, e prumë aty dhe i dham një mësuese e cila jo domosdoshmërisht duhet të jetë e përgatitur, për të paktën as nuk ka interes për të qenë e përgatitur për punë. Këtu nis kjo kaosi. Ne kemi edukatorë special, shpesh e kemi bisedu këtë, kemi shumë sfida dhe shumë problematika që i hasim në shkollat të rregullta, fëmijët me nevoja të veçanta që të themi, ne detyrimisht i themi të lehta, si vështirësi në mësim, disgrafi, disleksi, diskalkuli, nuk arrin të kenë qasje me edukatorin special, duke u marrë edukatori special me pjesën më të rëndë me fëmijët me vështirësi më të mëdha, duke u marrë me stafin që mundohemi të profesionalizojmë ato për punë me fëmijë me nevoja të veçanta, është e nevojshme të ketë çdo shkollë edukator special. Është e nevojshme çdo shkollë të ketë kushtet jo minimale, jo primare, kushte ekstreme, kur doni të përfshini një fëmijë me nevoja të veçanta në shkollë të rregullt, duhet të përfshihen të gjitha kushtet, të mundsohen të gjitha rrethanat, nga banjo adaptive, nga pjerina, nga mjete didaktike, nga lojra, nga aktivitete, nga plani që do punohet, gjithçka duhet i përgatitet,
Gjithashtu duhet ketë edhe një mësimdhënës me një ndihmes, një asistencë, pa marrë parasysh se fëmia ka kategori të rënda apo të mesme të vështirësisë, sepse tani ashtu i klasifikojnë, fëmijët që kanë vështirësi pak më të rënda u caktohet asistent, ndërsa fëmijëve tjerë jo, a mësuesit e bëjnë të njëjtën punë. Edhe ato që kanë vështirësi të lehta dhe këto që kanë vështirësi të rënda bëjnë plan individual arsimor, bëjnë përgatitje individuale, ditore, i njëjti proces, i njëjti angazhim, vetë se i kemi ngarku mësimdhënësit, më vjen shumë keq. Ndjej keqardhje për mësimdhënësit dhe rolin e tyre në këtë proces të inkluzionit, sepse kemi servu inkluzionin dhe i kemi bombardu me kërkesa, pa i përgadit ato, qoftë materialisht, qoftë fizikisht dhe qoftë psikikisht, tani vetëm i kërkojmë punë mësuesve, fillojnë ligjet reja, tani ndryshime ditari, kjo ajo, çdo gjë pesh për mbi pesh, për mësimdhënësit, pesh për mbi pesh edhe për ne edukatorët special, për pedagogët e shkollave dhe për të gjithë procesin, po më e keqja, të them të drejtën, më e keqja në të gjithë këtë është ajo që preken fëmijët. Sepse duke qenë mësuesi pa përgatitur, që nuk është se e fajsoj, po kështu është rrethana, duke qenë klasa ose ambienti shkollor jo adekuat, pësojnë 20 nxënës të tjerë, të cilët janë të pafajshëm dhe në bazë të ligjit dhe të drejtave të fëmijëve, atij i takon e drejta arsimimit të qetë dhe arsimimit profesional, po këtu për fat keq ato e humbase. Vlerëta, do të shkëputemi edhe njëherë për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi përsëri në studio për ta përmbyllur bisedën tonë. Kur i kthyem përsëri në studio për ta përmbyllur, veçse sepse Vlerëta me ty koha na shkoi shumë shpejt edhe duhet ta mbyllim këtë bisedë. Faleminderit shumë që ishe sot me ne, besoj ishe shumë informative për të gjithë ata që na ndjekën. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit dhe juve për ftesën. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për sot. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirupafshim.